përshëndetje nga Kevini, së ndodhet Kevini në Itali, te katedralja Duomo, edhe sheshi, po ashtu, e së nga me taku një njerit veçantë për emisionin e Reload, më thonë për traktin e politinën, vishë mi ju kalëzu se ka të shkoj une, e shoj dikon. Kështu që sot me mua është një arkitekt, ishtë student i Prishtinës, i Kosovës, dhe me thonë një fjallë, e ta është student i Italisë. Hajde. Qysh një? Përshëndetje. Si njëre? Ke mirë? Përlosh? Kisha do është njerë me në prezentu, kush jetë ti? Përshëndetje, unë jem Lear Damoni, jem student i arkitekturës në Politekniko di Milano, ku bachelorën kom kryer në Universitetin Prishtinës. Dhe më thonë një, sa vjeçar për 21. 21 vjeçar, jem master në Milano architekt. Që shukon për ty njerë fillimisht për folim pak për jetën studentore në Kosovë, që ke kalu jetën studentore edhe si student i arkitekturës. Edhe studentore në Kosovë kom kalu me prindë me, banese, kom pas shumë ofër, kërse nuk është se kom dje fort një jetë studentore që shëbojnë zakonisht gjithë studentët atjerë, po tash Milano, kena fillu prej fillimit, apet me bo një jetë studentore dhe tash e kretë eksperiencën e vluar. Shumë interesant, është tjera por, nuk po thonë as keq as mirë, po me ka dale, po përmirësohem edhe me thonë drejtër është që po më pëlqen. Dhe më thonë, për shembull, tash ti po jeton vetëm, po gatun vetëm, apo thirr shtëpisë me vetë, qysh me bë këtë cent, qysh me bë atë cent, se tash po dina që edhe nuk je sigurisht se un student në Prishtinë Bexhakovës, po tash je në Milano ti. Po do të kanë njerë me thirr, nuk po trej, do të kanë njerë qysh me la teshat, qysh me bë do bukë, qysh do të me ase, ama në këtë për ndryshe, po bëhem me gati të pavarur, nuk ka problem. Për sa në interesant që unë ty po du me të pytë është se tash edhe është një farë emri, kamerman për arkitekt, master në Itali. Po. Çka kemi me thonë pak për arkitekturën? Pse si i vogël ti ke vendosur me studiu arkitekturën fillimisht në Kosovë e tash në Itali? Pse bën ndjek këto ndër? Arsyeja e arkitekturës është se kom po veten të gjet veten në art edhe në matematikë shumë, si për fëminist edhe kom po pse jo me kalu dika ku me leon një shaj në këtë botë që po jetojna, një shaj nështë edhe në Kosovë një ditë prej ditëve. Kurse idea u konë që me vazhdu me njerë jashtë për arkitektur, po e kom po që nuk ja vlim, për shkak se me të vërtet edhe Kosova ka një universitet shumë të mirë, edhe me mësu bazat kryesore dhe pastaj me kalu në ëndra më të mëdha që së dina tu vetëm në Milano të jetu. Po thotë që ja vlen me konë një student i arkitekturës në Prishtinë. Po, patjetër. Mendoj se i merren bazat bazike që duhet me pas një arkitekt dhe pastaj mund me vazhdu kudo që dojnë. Pse zgjedhë pikërisht Milanon për me vazhdu rrugën për arkitekturë? Nashta qyteti i arkitekturës që shpeshojmë, a? Po, thjesht vetë Milano kur flasim se po na udhtojnë shumë jashtë. Po dalë. Thjesht Milanon, mund me po prapa vi pse nështë edhe kena zgjedh Milanon, është thjesht ka një arkitekturë botërore të veçantë, ku është të përzime si e resit vjetrën, edhe po ashtu është prej fakultetit më të njoftën në botë, edhe pse jo nëse ka mundësin, me shfrytzuar mundësi për me arrit deri këtu, me studiun në arkitekta më të mirë në botë, po ashtu. Apo mendon që masi ta kryejm masterin me zhvillu ti karrierën tonë nëpër botë dikun, për shembull në Milano apo me na kontribuo Kosovë. Shpresojmë që alo me mësu dhe mas masterit, me mësu alo në përbot, dhe pasaj kur vim në Kosovë me kontribu me forcat plota për me bo matë mirë. Okej. Fillimisht, hajt, a kina i plan mas masterit? Mas masterit me shku në dika në Amerikë, mundësisht, ose me gjithë thjesht një arkitekt ku muj me studiu me punu në të që me arrit me kriju një... Dhe me thonë dënë me shkun për mosa botërore si arkitekt. Patjetër. Emër i njofë shumë i arkitekturës. Dëshërën të bo. Patjetër. Qka të pëlqenë mas shumë ti në arkitekturë? Me nga të regu diçka për arkitekturë. Qka puna mas shumë ti si pëlqenë? Puna mas shumë si pëlqenë është ideja që e ki, mendimi që fillon me vazhdu, me qitë në letër edhe prej letrës me po në vizatime teknike edhe prej vizatime teknike me po në botë. Kjo me po që gjithë njëri ku kalon ka me po atë arkitekturën tonë edhe pse jo me lo një ide mbi dikon edhe një ndikim mbi jetën e dikujna. Lart, gjithë shka është zërë me studiu, po ma rëmen jam normalisht që edhe ty të 2 vite që ki mu përballë të në master në Itali, unë vishë të shaton që forcoho, edhe kisha dosh në kallëzu fillimisht qysh po të shkon fakulteti, fillimisht çka po mësoni këtu? Fakulteti për momentin është të shku shumë mirë, nuk kemi ende probleme. Jemi duke mësu pak disa tipologji ma interesante, pak ma ndryshe, që nështë dikë nuk mujna mi bo, për momentin kema një urë për këmësur duke bo me një park, që nuk është diçka që gjithkohë me në një arkitekt që e bën, por realisht një arkitekt mund të përfshi për çdo objekt, për çdo ndërtim që e ka
në detyrë se që shohim sot. Është interesant thjesht edhe më kanë në disa arkitekta të njoftën botës si Cino Zucchi, Stefano Boeri, është diçka që është një perspektivë këtë tjetër, një filozofi këtë tjetër që ndihmon në karrierën përveç çdo kujt. Por për shembull, po e dina që ti mas e studim këtë profesion, më kisha dashur më tregu një objekt ose një ndërtesë që thu që pse du arkitekturë. Për shembull, sigur ka rolin që shohim tash, po në një tjetër që thu që kjo arkitektura, për sa ja vjen me studiu? Them drejtën, një prej besoj që janë shumë bukura, është edhe pallati i rinisë në Kosovë. Është prej një objekteve që për me e kemi ndërtuar na si popull, edhe thjesht është diçka ikonike për krejt Kosovën tonë, që mendoj se po ashtu një ide pse jo me kriju edhe në diçka tillë dhe është arsyeja pse se du më arkitekt sa më i mirë njoftën në botë, vetëm për me arrit me kriju ikona për shtete ose për qytetin e. Okej, domethënë pallati i rinisë është një ndër më të mirat si arkitekturë. Për mendimin tënd. Çfarë kishte ndryshuar ndoshta stilit e arkitekturës të Kosovës? Çka po mendon që i mungon? Arkitekturës së Kosovës vetëm i mungon një strukturë mbi urbanizmin, ku të ndërtohen si të ndërtohen objekte. Nuk mendoj që i mungon diçka specifike, po që besoj që me kalimin e kohës, duke u krijuar ligje, duke krijuar kode të ndryshme, mendoj se mundja me filluar me ristrukturu ngadalë edhe Prishtinë, por edhe nëse mbetet Prishtina kështu si është, pse jo mos me dashur edhe kështu me embrace këtë Prishtinë që e kena. Domethënë adhetore kena Leordin është për shpresoj që ka më të shku fakulteti mirë, ti me pas një emër sikur ti don, edhe me punu çka ti don. Unë kisha thonë që me të shku jeta studentore mirë, edhe me shku arkitektura mirë, edhe po shpresoj që një ditë ki më kthy në Kosovë edhe me na kriju diçka të bukur, çka s'kemi parë. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ty Kevin, vjen mirë se stafum. Faleminderit. Kalofshi mirë.